Vjosa Osmani s'ka qenë kur temë diskutimi për më bon presidente. Albin Kurti e ka jek për listët bonë presidente që 2 vjetë. Po të e njoftë Albinin prap ka me hek. Po tash, nëse e ka petë që me bo. Atër ka fajtore Albindi. Tash për du s'ka me pas mos zgjedhje, ka mos zgjedh presidentja? Unë menoj që nëse edhe nëse deri LDK-ja treta pra. Ja, nuk ka LDK tretën e dytën, ne jemi të përvull para zgjedhjeve. Tani, kur të bon zgjedhje, dhe të shohim rezultatin, unë shpesoj edhe besoj që LDK-ja nuk e që moment e zgjedhje. Nëse dën Albin Kurti, nëse dën ata që qojnë apet. Ama nëse dën Albin Kurti, po thu që mi avdon presidentin, për mos me shkon zgjedhje. Tash që po dën apet mi qojnë? Jo, ai pe lip një president a partijak. A partijak, jes, për lip a partijak. Jes, për lip a partijak. Lijet Bradike ka karu me Vjosa Osmani në presidente. Edhe kam i dhonë si kandidatë, bresa jonë. Atërë po s'kena pas me shkon nevojnë me shkon zgjedhje. Nëse për Vjosën më po presidente. Po s'ka ndasht ata me po Vjosën, ata për Vjosën im shkon zgjedhje. Nuk pëdive... Ja, di unë e sakë që të ka drejt. Hajtë spjegam atë qysh për din të. Këto keni edhe mrana LDK-s që janë të paknaqur me Vjosën. Kjo paknasia o tjetër, ne kemi pas 15 nënshkrime. 15 nënshkrime të LDK-s kanë qenë të shkruara, jo me emrin e Vjosa Osmanit, sepse se ka pas për obligim LDK-ja me 15, as nuk ka mujt, as se ka pas obligim, se s'mundesh me 15 mi kandidu kërkan, po me a bashkan gjit, kandidatit që do ta propozonte LVV-ja e ajo do të ishte Vjosa Osmani. Po se keni thonë me kanë Po Allah i ka thonë në tëra bisedat. Kerejt që do, po kjo se ka po të Vjosën kur. Tho di sakt. Vjosa Osmani s'ka qenë kur temë diskutimi për më bon presidente. Albin Kurti e ka jek për listët bonë presidente që 2 vjetë. Po të e njoftë Albinin prap ka me hek. Po tash, nëse e ka petë që me bo. Atër ka fajtore Albindi. Qysh Albini, spjego ma prati qëto, më spjegu, qysh Albini po mundet me Mickovshin më ka për qafe, më dashoru, këtu me një kundërshtar politik s'pa më i ka. Veç do cilës si me Mickovshin me këta tjertë, edhe besoj që kryet kjo. Ja, me juve ai po do më ka për qafe. A po dhe kime po qatë të mënë. Ama jo, e kam fjallën... Po të kopi për qafe, te kime po qatë të mënë. Po është fuqia votës bërë. Ate fuqin e votës, qëto që e kam. Hajde dhe në pak, po thëmë diska. S'kam shumë, po me qëto që i kam. Pak. Ja, të unë për t'jedho ty që tu, për t'jedho 4 ministri, edhe zavez kërministrin, e unë e kom 66 deputet, e qëka i vynë ata? A po thu që... Qëka i vynë, veç pika ma, qëka i vynë tani kur të bëhet presidenti? Po thu që kish karku? Ka shku kër ka po 30%, e ka shkarku a ki velim. Jo tash kër i ka 66%, gjose këtë vynë. E të veç mjetë, e si t'i shkry. Ke kandidet e ka këtë punë. Në kjo një, sepse Albin Kurti s'pe beso a bashkëtia ndërkombëtare, nuk pe beso në atë partitë opozitare, sepse po vlet diçka tjetër, po bët diçka tjetër, po menat diçka tjetër.